Mirëdita të gjithëve. Jemi në mbledhjen e radhës së Këshillit Bashkiak, mbledhje e cila bazohet në nenin 53.4, nenin 56.2 të ligjit 139/2015 për vetë qeverisjen vendore. Korumi ose pjesëmarrja në mbledhje është 14 këshilltar. Ju lutem para se të lexoj rendin e ditës, dua t'ju pyes nëse keni ndonjë propozim për të shtuar apo për të hequr ndonjë pikë, meqense materialin e keni marrë konform rregullave. Çajup, për ty është pyetja. Përshëndetje të gjithëve. Lidhur me projekt vendimin e propozuar nga ana jonë mbi strukturën për nivelin e taksave dhe tarifave vendore për vitin 2026, në kushtet që kemi parë të arsyeshme dhe të nevojshme për të rishikuar disa element që lidhen në mënyrë të drejtë për drejtë apo në mënyrë të tërthort me paketën, kërkojmë të tërhiqemi nga kjo seancë e sotme për të shtytur për seancën e radhës, deri në rishikimin e këtyre elementeve që tham si pjesë përbërëse të paketës fiskale. Faleminderit. Faleminderit Çajup. Besoj jemi dakord të gjithë për këtë pjesë. Po lexoj rendin e ditës. Pika 1 është miratimi i rendit ditës. Pika 2 është miratimi i procesit verbalit të mbledhjes së Këshillit datë 30/10/2025. Pika 3 informacion mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 30/10/2025. Pika 4 projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e Bashkisë për muajin tetor 2025. Pika 5 projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar 6% për muajin tetor 2025. Pika 6 projekt vendim për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2025 në transfertën e pakushtëzuar sektoriale. Pika 7 projekt vendim për miratimin e nivelit pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrje në varësi për vitin 2026 dhe pika 8 projekt vendim për miratimin e planit vjetor të punës, aktivitete dhe konsultime publike të Këshillit Bashkiak Patos për vitin 2026. Kush është dakord me miratimin e rendit ditës? 14 pro, asnjë kundër. Faleminderit. Kalojmë në pikën 2, miratimi i procesit verbalit të mbledhjes së Këshillit datë 30/10/2025. Keni propozime për korrigjim të procesit verbalit? Keni ndonjë paqartësi? Atëherë, meqense s'kemi, konsiderohet i miratuar në bazë të rregullores. Faleminderit. Kalojmë shqyrtimin e pikës 3 ose në dëgjimin e informacionit mbi vendimet e miratuara në mbledhjen e datës 30/10/2025. Rafaela, të lutem. Përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e datës 30/10/2025 u morën gjithsej 7 vendime nga numri 67 deri në 73. Vendimet janë zbardhur në APAT dhe janë përcjellë drejtorive përkatëse për ekzekutim. Nga këto vendime, vendimi me numër 69 i është përcjellë prefekturës për verifikim dhe na ka ardhur përgjigje se vendimi është në përputhje me ligjin. Faleminderit. Faleminderit Rafaela. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 4, projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e Bashkisë për muajin tetor 2025. Materiali ju është përcjellë sipas rregullave. Mbas prononcimit të ekzekutivit, opinioni nga Komisioni i Ekonomisë i cili ka shqyrtuar këtë pikë. Po miti. Përshëndetje të gjithëve. Projekt vendim numër 72 datë 17/11/2025 për dhënien e ndihmës ekonomike nga të ardhurat e Bashkisë për muajin tetor 2025. Sektori i shërbimit social propozon të përfitojë ndihmë ekonomike nga fondet e buxhetit vendor për muajin tetor 2025, gjithsej 16 familje me një vlerë totale prej 67.163 lekë. Me listën jeni njohur nëpërmjet emailit. Faleminderit. Faleminderit Miti. Kemi ndonjë pyetje, sugjerim? Të lutem, më falë se kryetari i Komisionit të Ekonomisë. Opinionin? Përshëndetje të gjithëve. Komisioni i Ekonomisë është mbledhur ditën e martë dhe ka diskutuar mbi këtë projekt vendim, të cilin është argumentuar në përputhje me bazën ligjore dhe kemi vendosur ta miratojmë pas një ndryshim, duke votuar me 3 vota pro. Faleminderit. Faleminderit Lori.
Jemi të hapur për pyetje apo diskutime nëse ka. Nëse s'ka, atëherë propozoj të kalojmë në votimin e pikës 4 për vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga anëtarët e bashkisë për muajin tetor 2025. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër, miratohet. Faleminderit. Kalojmë shqyrtimin e pikës 5 për vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kurzuar 6% për muajin tetor 2025. Të lutem Tion. Faleminderit. Projekt vendim numër 71, datë 17/11/2025, për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar 6% për muajin tetor 2025. Sektori i shërbimit social propozon të përfitojë ndihmë ekonomike nga fondet e kushtëzuara 6% për muajin tetor 2025, gjithsej 17 familje me një vlerë totale prej 64.346 lekë. Faleminderit. Faleminderit Tion. Po Lori. Në mbledhjen e komisionit është diskutuar dhe ky projekt vendim, i cili gjithashtu konstatohet se është në përputhje me ligjin dhe kemi miratuar me 3 vota pro. Faleminderit. Shumë faleminderit. Jemi të hapur për diskutime nëse ka apo pyetje. Atëherë nëse s'ka, propozoj të kalojmë në votimin e pikës 5 për vendim për dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kurzuar 6% për muajin tetor 2025. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër. Miratohet. Faleminderit. Kalojmë në pikën 6. Për vendim për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2025 në transfertën e pakushtëzuar sektoriale. Përshëndetje gjithëve. Në bazë të vendimit të Këshillit Ministrar numër 483, kemi paraqitur projekt vendimi për miratim për buxhet shtesë për vitin 2025 në transfertën sektoriale. Vendimi i Këshillit Ministrar është marrë për dhënien shpërblim të personelit të angazhuar për shkruarjen e zjarreve gjatë 2025-s, ku me aktin normativ numër 10, datë 8/10/25, është alokuar fondi prej 1.302.000 për dhënje shpërblim një page të punonjësve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimit, të cilët kanë qenë të angazhuar në shkruarjen e zjarreve. Shoqëruar është dhe relacioni projekt vendimit, kërkoj të miratohet buxhet shtesë për dhënien shpërblim të punonjësve të mbrojtjes nga zjarri. Faleminderit Moza. Kaloj fjalën në kryetarit Komisionit Ekonomisë, pasi kjo pikë ka kaluar për shqyrtim më parë në Komisionin Ekonomisë. Të lutem Lori. Gjatë mbledhjes së komisionit kemi diskutuar me ekzekutivin dhe mbi këtë projekt vendim, i cili është në përputhje me ligjin dhe ne kemi vendosur ta miratojmë me 3 vota pro. Por më duhet të them se ky shpërblim është i merituar dhe i domosdoshëm për të motivuar dhe mbështetur këta trup punojësish, të cilët përballen me situata të jashtëzakonshme. Faleminderit. Shumë faleminderit Lori. Jemi të hapur për diskutime, nëse kemi. Atëherë propozoj të kalojmë në votimin e pikës 6 për vendim për miratimin e buxhetit shtesë për vitin 2025 në transfertën e pakushtëzuar sektoriale. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër. Miratohet. Kalojmë në pikën 7 për vendim për miratimin e nivelit të pagave të Bashkisë Patos dhe ndërmarrjen në varësi për vitin 2026. Lutem Juela. Përshëndetje gjithëve, sot paraqesim përpara jush projekt vendimi numër 70, datë 17/11/2025 për miratimin e nivelit pagave në Bashkinë Patos dhe ndërmarrje varëse për vitin 2026. Pikë së pari theksoj se niveli pagave nuk ka asnjë ndryshim nga ky nivel që kemi patur gjatë gjithë vitit 2025. Gjithashtu gjatë Komisionit Ekonomisë ditën e martë, nga ana e këshilltarit Eduard Fastliaj, në tabelën numër 8 është vërejtur një lapsus nga ana ime, që është pikërisht në pikën 2, kopshti pa drek, na është lëvizur pa dashje tabela dhe paga e drejtorit të kopshtit është 75. Projekt vendimi që po ju paraqesim për miratim bazohet në vendimet e Këshillit Ministrave dhe është i domosdoshëm për të përmbushur detyrimin ligjor të parashikuar në shkronjën Ç të nenit 54 të ligjit 139/2015 për veçëverisje vendore i ndryshuar, ku shprehet se Këshilli i Bashkisë
miraton nivelin e pagave e të shpërblimeve të punojësve e të personave të tjerë të zgjedhur ose të emëruar në përputhje me legjislacionin në fuqi. Sipas të dhënave të gjendjes civile, numri i regjistrit të gjendjes civile për vitin 2025 për Bashkinë Patos është 42.120 banor. Bashkia Patos grupohet në kategorinë e njësive të veçeverisjes vendore deri në 50.000 banor, ku numri i banorëve përcakton klasat, kategorinë dhe nivelin e pagave për çdo pozicion pune. Në lidhje me nivelin e pagave për nënpunësit civil dhe për punonjësit që janë me kod pune, i jemi referuar lidhjes nr. 8 të VKM-s 503 datë 1/8/2024. Gjithashtu, të gjithë punonjësit përfitojnë shtesën për vjetërsi sipas VKM-ve përkatëse dhe punonjësit administrativ. Gjithashtu dhe punonjësit IT përfitojnë një shtesë prej 5.000 lekë të vjetra, 5.000 lekë të reja në muaj. Për sa më sipër, ftojmë Këshillin e Bashkisë që të miratoj nivelin e pagave pa ndryshime. Faleminderit Juela. Jemi të hapur për, më fal, Lori e ke ti fjalën. Meqense kjo pikë ka kaluar për diskutim në Komisionin e Ekonomisë. Në mbledhjen e komisionit kemi diskutuar dhe mbi këtë projekt vendi, i cili konstatohet se është në përputhje me bazën ligjore dhe ne kemi vendosur ta votojmë me 2 vota pro dhe 1 kundër. Faleminderit. Faleminderit Lori. Jemi të hapur për diskutime, nëse kemi pyetje, propozime. Nëse s'kemi, atëherë propozoj. Po, Albina. Atëherë, te kjo pikë, për ta kuptuar më qartë, Këshilli i Bashkisë ka të drejtë të vendosë që ky nivel pagave është sipas VKM-s, domethënë zbaton ligjin e pagës minimale dhe pagës maksimale për secilin punonjës. Po. Male është e miratuar, ne nuk ndërhyjmë. Po pra, dhe neve marrim këtë projekt vendime e votojmë për këtë gjë, domethënë për të parë nëse është zbatuar ligjshmëria për secilin punonjës të bashkisë. Tani, propozimi im do të jetë ky që ne ta miratojmë këtë projekt vendim me kushtin që në zbardhjen e projekt vendimit të mos jetë përcaktuar niveli pagave për secilin, pra jo shuma totale që përcakton që është brenda ligjit ose jo. Edhe një herë të lutem. Ne si këshill marrim vendimin për të parë që niveli pagave për secilin nga punojësit është në përputhje me ligjin ose jo. Para ju ne si këshill, ju si antar e këshillit. Po, unë si antar e këshillit, po. Dhe në këtë moment që unë shikoj që është në përputhshmëri me ligjin ose jo, në këtë projekt vendim shikoj shumën totale të pagës që i përgjigjet ligjit ose jo. Dhe në momentin që kjo i përgjigjet ligjit, nuk kam pse të miratoj pagën për secilin punonjës. Ja të shpjegoj. Në të gjitha tabelat, nëse do ta keni parë me vëmendje, kalojmë tek tabela 1 dhe 2 që i kam për kollaj, të tregoj se tabela numër 1 është niveli i pagës për funksionarët në Bashkinë Patos. Ka një minimum, ka një maksimum sipas ligjit, sipas VKM-s 503. Për nënpunësit civil, tabela 3 është për punonjësit e administratës që trajtohen me kod pune, që ne për mos t'i dhënë më pak si punonjës administrativ që trajtohen në VKM-t e tjera, ne kemi përfshirë në VKM-n tonë për mos të krijuar disbalanca midis punonjësve. Pika 4, tabela numër 4 është niveli i punonjësve administrativ të Bashkisë Patos. Kjo do ndryshoj, besoj, në janarin e vitit që vjen me ndryshimin e pagës minimale. Në tabelën numër 5 është janë ndërmarrjet varëse, në tabelën 5 dhe 6, në tabelën numër 7 janë punonjësit e bordit të kullimit, ata janë të miratuar me VKM, nuk ndryshojmë dot gjë ne, as nuk ndërhyjmë dot. Në tabelën numër 8 arsimi parashkollor dhe arsimi parauniversitar, nuk ndërhyjmë dot. Dhe në tabelën 9 që është qendra multifunksionale që ne jemi futur përpara 2 muajsh me ndryshim për gjitha punonjësit. Dhe tabela numër 10 është sektori MZSH-s që ne përsëri nuk ndërhyjmë dot se janë nga transfertat specifike. Po pra, jam e qartë në këtë pjesë dhe prandaj të thash që ne unë kisha fjalën këtu që duke qenë se ju e keni parë të gjithë projekt vendimin me shumë vëmendje, do të thotë që në përputhje me ligjin ky është shumë i plot për faktin e vetëm se keni një pagë pozicioni, keni edhe shtesën për secilin pozicion. Jam shumë dakord. Tani përcaktimi midis pagës minimale dhe maksimale është kompetencë e bashkisë.
Po, vlerësuar duke vlerësuar gjithë gjithmonë pjesët. secilën Tani, kategori momenti në që bazë kjo të është ngarkesës dhe kompetencë, përgjegjësisë po më të lër të gjithë flas, secilit. pra, më lër të mbaroj. Momenti që kjo është kompetencë e bashkisë, të mos kaloj kjo pjesë e tabelës në projekt vendim për ta miratuar nga Këshilli. Ne na lini pagën minimale dhe maksimale dhe shumën totale. Nuk kemi pse ne të miratojmë në projekt vendim pagën për secilin nga punonjësit. Është pag pozicioni, kategori punojësi, nuk është pag me emër punojësi. Po pra, Nëse do ishte pag me emër punojësi ndryshon kategori, gjëja. pra kategori punojësi, në momentin që ne nuk e kemi këtë kompetencë, në projekt vendim, ne marrim vendimarrje vetëm për është zbatuar apo jo lishmëria dhe ne na intereson shuma në fund e pagave për secilin nga këta, me shumën totale që do dalin nga paga minimale dhe maksimale. Ne paraqesim në këshill vetëm miratimin e secilës kategori. Pastaj se çfarë kategori e kategorizon kryetari secilin pozicion në strukturë është kompetencë e tij. Po pra këtë po them pra. Po pra, po këtë po them pra. Ne kemi paraqitur nivelin me 7 klasa, sa Të lutem, do me thënë që të qartësojmë, ne nuk po miratojmë nivelin e pagave të çdo punojësi. E pra kjo, okay, shumë e qartë në rregull. Kategorit, okay. Kemi pyetje të tjera. Atë megjithëse kemi pyetje të tjera, propozoj të kalojmë në votim. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër. Miratohet. Faleminderit. Kalojmë në shqyrtimin e pikës 8, projekt vendim për miratimin e planit vjetor të punës, të aktiviteteve dhe të konsultimeve publike të Këshillit Bashkiak Patos për vitin 2026. Ky është një plan i gjithnjohur, ne kemi detyrim ligjor ta miratojmë çdo vit. Materialin e keni patur, kështu që nuk besoj se kemi ndonjë pyetje. Është plani i punës i vetë Këshillit. Kemi ndonjë diskutim Alban, ndonjë pyetje, Vjoca apo të tjerë? Atëherë propozoj ta kalojmë në votim pikën 8, projekt vendim për miratimin e planit vjetor të punës, të aktiviteteve dhe konsultime publike të Këshillit Bashkiak Patos për vitin 2026. Kush është dakord? 14 pro, asnjë kundër, miratohet. Shumë faleminderit për kontributin këtë mbledhje. Mirupafshim mbledhjen e ardhshme.